Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit energjetik, teksa mori pjesë në ceremoninë për nisjen e punimeve edhe në Maqedoninë e Veriut për ndërtimin e linjës së interkoneksionit 400 kW Shqipëri-Maqedonia e Veriut. Gjatë fjalës së tij, Karakaçi tha se vendi po transformon modelin e prodhimit energjetik duke kaluar nga një sistem i bazuar kryesisht në energjinë hidrike drejt një sistemi të diversifikuar dhe të orientuar nga burimet e rinovueshme. Ai nënvizoi se rritja e kapaciteteve dhe diversifikimi i burimeve po e pozicionojnë Shqipërinë si një aktor të rëndësishëm në rajon. Ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk është thjesht një projekt infrastrukture, por është qartësisht një investim për sigurinë, zhvillimin dhe integrimin tonë të përbashkët evropian. Shqipëria tashmë ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit energjetik, ku rritja e sigurisë energjetike përmes diversifikimit të prodhimit të energjisë, bazuar në një strategji të mirë studiuar, po jep rezultate të rëndësishme. Nga një sistem tradicionalisht i mbështetur në energjinë hidrike, sot po transformohemi në një sistem modern, të diversifikuar dhe të orientuar drejt burimeve të rinovueshme. Me mbi 2.5 giga kapacitete ekzistuese hidrike dhe me projekte të reja në energjinë diellore dhe të erës, që pritet të tejkalojnë 3 gigawatt në dekadën e ardhshme, vendi ynë po shndërrohet në një aktor të rëndësishëm në ardhen energjetike të rajonit. Projekti i linjës 400 kV Elbasan-Bitola është një nga hallkat më të rëndësishme të korridorit energjetik, lindje-perëndim, pjesë e rëndësishme e korridorit 8. Kjo linjë nuk është vetëm një projekt bilateral, ajo është pjesë e një vizioni më të gjerë, korridori 8 energjetik që lidh Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe me te Italinë. Përmes këtij korridori, ne po ndërtojmë një urë të re energjetike midis linjës dhe perëndimit të Europës. Duke e vlerësuar maksimalisht këtë projekt, ne jemi investuar intensivisht në pjesën e linjës që kalon përmes Shqipërisë dhe me krenari, por jo për të bërë konkurrencë, se nuk do të ishte vendi ky. Mund të themi se kemi arritur në 80% të punimeve për ndërtimin e linjës në territorin shqiptar. Ndër të tjera, ministri u shpreh se Shqipëria po avancon edhe në iniciativa të tjera strategjike, ku përmendi linjën e re 400 kW me Greqinë, për të cilën tha se aktualisht është në fazë studimore, gjithashtu dhe interkoneksionin në New York Shqipëri-Itali, i cili synon të krijojë një dalje të drejtë për drejt një prej tregjeve më të mëdha të vendeve të Bashkimit Evropian. Ministri tha se qeveria do të mbetet e hapur dhe e gatshme për të forcuar dhe thelluar bashkëpunimin mes vendeve.